Policia e Tiranës ka njoftuar për arrestimin e 4 personave dhe procedimin penal ndaj Adratik Lapajt, kreut partisë Shqipëria Bëhet, si dhe disa aktivistëve të tjerë pas protestës së zhvilluar të dielën para kryeministrisë. Incidenti ndodhi gjatë një ndërhyrje të forcave të rendit për të hequr çadrën dhe objektet e vendosura nga aktivitetet pa leje. Sipas policisë, disa pjesëmarrës hodhën sende të forta ndaj efektivëve, duke lënduar 2 prej tyre. Njëri prej tyre mbeti në spital për trajtim mjekësor. Adratik Lapaj u shoqërua pas mesnate në spitalin e traumës, pasi gjatë ndërhyrjes u godit aksidentalisht me një nga ngroset me gaz të vendosura brenda çadrës. Ai përmes rrjeteve sociale bëri përgjigjës direkt kryeministrin Edi Rama për incidentin dhe akuzoi policinë se ka vepruar në shërbim të urdhrave të tij. Materialet e mbledhura nga policia janë referuar në prokurori, ku Lapaj procedohet për pushtim të hapësirës publike dhe përkundër urdhrit të punojësve të policisë. Ngjarja ka shkaktuar reagime të shumta në opinionin publik dhe ritensionet mes protestuesve dhe forcave të rendit.